nukleusit në mbretëresha është e shënuar me ngjyrë të kaltër, është me gjenetik të selektuar nga e cila prodhoi mbretëresh. Kjo është lokomotiva e cila udhëheq gjithë këtë ushtri. Më njëherë në skajt do t'i japim një kornizë të re, t'i japim një kornizë të punuar. Përshëndetje shikues të nderuar të kanalit Bletëria Shqip. Qoftë në YouTube, në Facebook ose në TikTok. Tani për momentin dua të transferoj një nukleus në 10 korniza, më thonë në kosheret e madhe. Një informacion të shkurtë, para 2 javësh kemi bën një ndarje, një shtesë nga ky nukleus sepse kishte 5 rrugëmiz të strëmbushura. Nuk e kemi kalu në 10 rrugëmiz, por kemi bën shtesë. Tani ende pa filluar shiu, opa. Mashallah. Do ta vëmë transferimin e nukleusit në 10 korniza, sepse duket i stëmbushur dhe ka arrit kushtin mendoj unë. Siç po shihet edhe nga pamja e nukleusit, besoj që po shihet sepse ka krijuar bryll. Kështu që do ta nxjerrim kornizën e parë këtë dhe të thojmë se çka po ndodh këtu. Kjo është gjendja. Direkt largojmë këtë bryllin këtu sepse do të na pengojë për vendosin e kapot. Pjella e mbretëreshës, për ata që janë kurioz, është kjo. Perfekt. Mbretëresha është e shënuar me ngjyrë të kaltër dhe kemi nektar, ja shihni, ha? Tërmoj shpejt për shkak se vetëm sa nuk ka filluar shiu. Kjo është pjellja perfekte e kësaj mbretëreshi. Është me gjenetik të selektuar nga e cila prodhoi mbretëresha dhe së shpejti do të fillojmë edhe me shitje, për arsye se kemi kërkesa të mëdha, por nuk po arrijmë dot. Përgatisim edhe mbretëresha për shitje, bëjmë vetëm për vetë. Me teknikë. Ja. Po thonë, ja mbretëresha. Kjo është lokomotiva e cila udhëheq gjithë këtë ushtri. Dhe kjo ka bën nam. Ju thash se kemi bën ndarje, plus ka arritur dikon për as 2 javë, ndoshta 10 ditë në këtë gjendje. Ja dhe kjo të rrestë të mbushur. Në një anër siç kanë qenë të radhitura.